Në kuadër të përgjegjësisë sociale, Federata Shqiptare e Futbollit inauguroi një tjetër investim, një tjetër fushë, në famullinë e Shën Prendës, në Juban të Shkodrës. I pranishëm në ceremoni ishte edhe kreu i FSHF-s Armand Duka, i cili theksoi rëndësinë e futbollit për edukimin e fëmijëve dhe për shëndetin e tyre, duke shtuar se iniciativa për ndërtimin e fushës ishte e rëndësishme dhe e frymëzuar nga qëllimi i përbashkët për edukimin e fëmijëve. Duka përmendi dhe rolin historik të Jubanit dhe Shkodrës në lindjen e futbollit në Shqipëri, duke cilësuar këtë si një hap të rëndësishëm për komunitetin dhe sportin, veçanërisht për vajzat. Futbolli vërtet ka një fuqi magjike. Kështu që këtu sinergjitë tona bashkohen, edhe të kishës edhe të futbollit, për të realizuar qëllimin e përbashkët që kemi, për të edukuar sa më mirë këto fëmijë, për të bërë sa më të shëndetshëm dhe sa më të dobishëm për shoqërinë, për jetën e tyre, për familjen dhe për gjithë shoqërinë. Pas fushës në famullinë e Shën Prendës, në turin e tij në qytetin e Shkodrës, Duka u ndal në një tjetër investim, këtë herë në bashkëpunim me sektorin privat, duke inauguruar një tjetër fushë, pjesë e projektit të 100 fushave. Në fjalën e tij, Duka theksoi se Shkodra ka nevojë për më shumë fusha në mënyrë që të jetë pjesë e hartës së qyteteve që do të mirëpresin Euro 2027 për përfaqësueset U21. Nëse nuk kemi të paktën një fushë për stërvitje, kemi pa mundur për të luajtur Shkodër, gjë e cila na ka dështuar në ndeshjet e Euro 2025 për U17, sepse në Shkodër nuk kishim një fushë që plotëson kriteret. Me barë natyral, zhvillimi i kampionatit evropian nuk duhet ta përjashtoj Shkodrën nga harta.